Përshëndetje të dashur miq dhe mirë se erdhët në kuzhinën time. Sot do të përgatisim byrek me presh, me një metodë shumë të lehtë dhe praktike. Pa tollje dhe pa hapur petë një dhe nga një. Do hapi vetëm 2 petë me duar dhe do e shikoni sa e lehtë që është. Mund ta shikoni dhe vetë se sa krokante dhe të mira që dalin petët. Le të vazhdojmë me përgatitjen e brumit. Në një tas shtojmë 1 gotë gjysmë ujë ose 350 ml, 2 lugë gjelle me vaj ulliri, 1 lugë kafe e krip, 1 lugë kafe e plur pjeke, jo të plot me maj. Do na I bëj petët të fryra që të ndahen nga njëra tjetra, të futet brenda nxehtësia dhe të dalin krokante. Dal nga dal do të shtojmë mielin, mua mu desh diku te 600 gram. Do e kujdesni dhe vetë derisa të krijoni një brum të butë që ngjitet lehtë në përduar. Është e mira që mielin ta zgjidhni me përqindjet e lartë proteine. Do e lexoni mbrapa paketimit, atje ku thot proteina, duhet të jetë mbi 13%. Në këtë mënyrë brumi do t'ju dali shumë elastik. Nuk ka nevojë për shumë ngjeshje. Përgati me pak miell banakun e punës. Do vazhdojmë duke e ngjeshur që të mblidhet dhe mos të ngjitet në përduar. Më pas do vazhdojmë duke e ndarë në 10 pjesë të barabarta. Do shikoni dhe me sy, nuk ka problem, vete diku te 100 gram copa. Pasi që kemi ndarë, do t'ju japim formën e rumbullakët. I shtypim pak me dorë në këtë mënyrë. Të na nevojitet një tepsi, ku poshtë do e mbuloj me vaj, do t'ju duhet diku te gjysmë gote me vaj. Do e shtoni vajin avash avash duke I lyer mirë në këtë mënyrë nga të gjitha anët. Mund t'i ngusni pak, nuk ka problem, derisa janë të lyera mirë me vaj nuk ngjiten. Sekreti I brumit është që duhet të rritë të paktën 1 orë në temperaturë dhome. Pra do e lini kështu qyshesh të shprodhet për 1 orë. Ndërkohë të bëjmë përgatitjen e mbushjes. Këtu të dashur miq kemi 1 kg me presh. Pasi që kam larë mirë I kam prerë. Sipas dëshirës mund t'i prisni dhe copa më të mëdha. Në një tigan shtojmë 3-4 lugë gjelle vaj ulliri, 1 qepë grirë. Unë kam gri 1 të madhe, nëse janë të vogla mund të grini 2. Do e lëm pak të zbutit, të marrë aromë të mirë. Më pas do të shtojmë preshin, mos ju duket shumë presh, sepse do humbasi, do e shikoni dhe vetë, do bëhet shumë pak gjatë zjerjes. E vëm kapakun që të filloj të zbutet me avullin të bjeri preshi, por duhet të kujdesni të trazoni her pas here që mos të zëjë në poshtë, diku te 5 minuta, më pas do t'i shtojmë krip, piper. Do e kontrolloni vetë preshin, sidomos nëse është vendi, ka nevojë për zjerje, ndaj kam shtuar 1 gotë me ujë. Nëse nuk është vendi, zbutet dhe me lëngjet e veta, nuk ka fare nevojë për ujë. Thjesht do e lini në temperaturë të ulët. E kam lënë të zjejë mirë derisa mos të ketë me ujë. Në këtë moment është e rëndësishme ta largojmë nga zjarri. Shtojmë 1 gotë 200 ml me qumësht, diku te 100 gram me djathë të bardhë, ose sipas dëshirës sa të doni ju. Mund të shtoni dhe gjizë në vend të djathit. Rahim 2 vezë. Dhe më pas I shtojmë brenda pak piper, 2 lugë gjelle me miell misri. Nëse nuk keni miell misri, mund të shtoni dhe miell gruri. Në këtë pikë do e trazojmë mirë dhe do vendosim sërish në zjarr, që masa të trashet, të lidhet dhe mos të na zbuten petët, sepse nëse do e hedhim të ujshme, petët do na zbuten. Diku te 1 minutë duke e trazuar. Këtu ku shikoni në video e kemi gati dhe largojmë nga zjarri. E lëmë një anë të ftohet pak. Ndërkohë pas 1 ore brumi është gati, ka ardhur ashtu siç duhet dhe është bërë elastik. Vendin e punës e lyejmë mirë me vaj. Më pas do vazhdojmë duke e hapur me duar, diku te 1 pëllëm e gjys. Hapet për pak sekonda, nuk do t'ju mundoj fare. Në këtë mënyrë do hapim 5 të parat. Pra me 5 kuleç do bëjmë 1 petë për poshtë. Disë tyre do I shtojmë diku te 1 lugë gjelle me gjalp të shkrirë. Nuk do hidhni shumë në pranësore, më tepër në mes, sepse në pranësore mos të na dali. Kështu do vazhdojmë me radhë deri tek e fundit, ku sipër nuk do I hedhim gjalp që mos na shkasi. Të kemi mundësi ta hapim pa u munduar. Ja pra ku I mbaruam. Dhe tani do vazhdojmë duke I hapur në madhësinë e tepsisë. Fillojmë nga anësore duke I shtypur në këtë mënyrë, më pas duke e tërhequr. Me 1 dorë do e mbani dhe me 1 dorë do e tërhiqni. Nëse e shikoni që pas tërheqjes mblidhet prapë dhe vete në vend, kjo do të thotë që është ftohtë dhe peta ka nevojë për të shplodhur 5 minuta. Ndaj mund ta lini 5 minuta dhe të vazhdoni me petën tjetër. E kapja e petëve ndikon shumë temperatura e dhomës. Këto 2 petë që shikoni në video që do hapim nuk do t'ju marrin më tepër se 10 minuta.
5 minuta për secilin dhe nuk do t'ju mundoj fare. Tepsin e lymë gjallë poshtë, mos t'ju duket shumë vaj apo gjallë. Vajin që hodhëm në tepsi që bëjmë lyerjen e kulecëve është akoma atje, pra nuk e ka përthithur brumi. Ndaj ka nevojë për gjalpin dhe vajin që nevojitet që peta të hapet mirë, mos të ngelet si lastik, por të bëhet krokante brenda. Petën e kemi shtruar duke ngritur pak ansore, që të bëjmë lidhjen e ansoreve në fund. Shtruam mirë mbushjen. Me të njëjtë mënyrë kam hapur dhe petën e sipërme. E kështu do vazhdojmë duke e shtruar. Do ngrem dhe palosim ansoret. Me ndihmën e bishtit të lugës mund t'i shtypni pak që mos të hapen. E rëndësishme është që duhet të bëjmë prerjen. Prerje sipërfaqësore, jo deri poshtë. Nëse nuk doni, mundeni mos ja bëni prerjen. Pas pjekjes, sopa nuk prihet ashtu siç duhet. Petët shkërmoqen dhe do t'ju jetë shumë e vështirë për ta servirur bukur. Pjekja e dashumisë është shumë e rëndësishme. Ndezur furrën në 250 gradë për 10 minuta. E kam lënë bosh që të nxehet, pas kam vendosur tepsin brenda dhe e kam ulur diku te 180 me 200 gradë. Do e lëm në atë gradacion derisa të piqet mirë lart dhe poshtë. Diku te 45 minuta do e kujdesni dhe vetë sipas furrës tuaj. Rezultati është fantastik, siç e shikoni dhe vetë në video. Ja pra dashumit, ku përfundojmë dhe me recetën e sotshme. Për ata që do e provojnë, punë të mbarë dhe ju bëf të mirë. Gjithë të mirat, bashkë mirë dëgjofshëm në recetën e radhës.